Luizi zbulon fituesin e Big Brother. Louise Haley, një ndër personazhet më ikonike të realitetit televiziv shqiptar dhe ylli i edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, ka folur ekskluzivisht rreth finalit të sezonit të 4, duke sjellë një analizë të thellë dhe befasuese për publikun. Me përvojën e tij të gjatë në botën e realiteteve televizive dhe njohjen e thellë të dinamikave të Big Brother, Luizi ka ndërmendjen se ky sezon ka qenë ndërmas komplekset dhe tepër lëkundjet që nga fillimi i formatit. Ai ka theksuar se përzgjedhja e fituesit nuk ka qenë as pak e lehtë, duke pasur parasysh numrin e madh të personaliteteve dhe karaktereve të fortë që kanë qenë pjesë e këtij edicioni. Megjithatë, Luizi ka qenë shumë specifik në parashikimin e tij, duke e ngushtuar garën mes dy banorëve, Gjesit dhe Laertit. Sipas tij, këta dy konkurrentë kanë treguar cilësi dhe karakteristika që i dallojnë nga banorët e tjerë, duke i bërë kandidatët kryesor për titullin e fituesit. Ndër arsyet pse Luizi personalisht mbështet Laertin, ai ka theksuar disa cilësi të veçanta: zgjuarsinë e tij të rrallë, burrërinë dhe fisnikërinë që ka treguar gjatë gjithë sezonit. Laerti, sipas Luizit, ka ditur të balancojë në mënyrë perfekte lëndën strategjike me atë njerëzore, duke treguar thellësi karakteri dhe aftësi të jashtëzakonshme për të përballur me situatat më komplekse brenda shtëpisë. Megjithatë, Luizi nuk ka dashur të përjashtojë plotësisht Gjesin, duke lënë të kuptohet se gara mes tyre pritet të jetë shumë e ngushtë dhe e paparashikueshme. Ai ka theksuar se edhe Gjesi ka treguar cilësi të jashtëzakonshme gjatë këtij sezoni, duke e bërë garën edhe më interesante dhe me sfida të mëdha. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.